Përshëndetje gjithë kudo që jeni, unë po ju sjell sot një lajm të veçantë dhe të rëndësishëm, të cilin do dëshiroja mbasi të keni dëgjuar videon time ta shpërndani në sa më shumë njerëz, që sa më shumë njerëz ta marrin vesh këtë lajm interesant. Siç e dini, nga plagët e shoqërisë shqiptare, veç plagëve të tjera, se plagët tona janë pafund, është edhe zgjidhja e martesës. Zgjidhja e martesës po bëhet shumë e shpejt në ditën e sotme, biles shumë njerëz sa e lidhin aty tek gjendja civile, dalin direkt, ndrojnë mendjen dhe vjen për ta zgjidhur pastaj. Por dhe unë fillova të bëj një studim çfarë ndodhore me çiftet e martuara në vendet e huaja. Dhe dola në konkluzionin që në vendet e huaja çiftet vonojnë shumë për të krijuar martesën, por kur e krijojnë e bëjnë sikur saltuar, nuk mendojnë më për ndarjen. Kurse në Shqipëri, siç e thash edhe më përpara, ne më parandajemi se sa martohemi. Po kush ishte arsyeja tani, se këtu gjithmonë kur ka një problem do të gjejmë shkakun. Shkaku ishte që burrat në vendet e huaja bëjnë çfarë thon gratë, duke qenë se gratë janë të plotësuara në çdo drejtim. Atëherë gratë janë të lumtura, po që gruaja lumtur është dhe burri lumtur, shtëpia lumtur, kurse në familje shqiptare do të kundërta. Aty bëhet çfarë thot burri vetëm e mërzit gruan, gruaja po që është e mërzitur gjithë familja, edhe mendohet pastaj vetëm për divorc. Qa të them unë tani? Ka se am bërë tym janë bërë, dhe uroj të kaloni juve sa më bukur kudo që jeni. Kaloshi bukur!